Tragedia në Koçan, korrupsioni dhe neglizhenca e qeverisë shkaktuan një katastrofë të parandalueshme. Tragedia në klubin e natës në Koçan, Maqedonia e Veriut, është një nga ngjarjet më të dhimbshme dhe shokuese që ka ndodhur në vend në dekadat e fundit. Zjarri, i cili shpërtheu në orët e hershme të dielës, ka marrë jetën e të paktën 59 njerëzve dhe ka lënduar mbi 155 të tjerë. Megjithatë, pas kësaj tragjedie, ajo që duket edhe më shokuese është dështimi sistematik i institucioneve dhe i qeverisë për të parandaluar një katastrofë të tillë. Kjo ngjarje nuk është thjesht një aksident i papritur, por pasojë e korrupsionit, neglizhencës dhe mosrespektimit të ligjeve dhe rregullave që duhet të mbrojnë jetën e qytetarëve. Mosrespektimi i ligjeve dhe korrupsioni, rrënja e problemit. Nga hetimet e para, është bërë e qartë se klubi i natës operonte në mënyrë të paligjshme. Sipas ministrit të brendshëm, Pance Toskovski, klubi nuk kishte licencë të vlefshme, nuk kishte dokumentacionin e duhur për punë dhe nuk kishte leje për përdorimin e piroteknikës. Për më tepër, klubi lejoi hyrjen e të miturve, një shkelje tjetër e rëndësishme e ligjeve dhe rregulloreve. Kjo tregon një neglizhencë të papranueshme nga ana e pronarëve të klubit, por edhe një dështim të rëndë të institucioneve për të zbatuar ligjet dhe për të kryer inspektime të rregullta. Kryeministri Hristijan Mickoski ka pranuar se licenca e klubit është lëshuar në mënyrë të paligjshme nga Ministria e Ekonomisë. Kjo njohje publike është një dëshmi e qartë e korrupsionit dhe mosprofesionalizmit që infekton institucionet e vendit. Në vend që të garantonin sigurinë e qytetarëve, zyrtarët e lartë kanë shkelur ligjet dhe kanë lëshuar leje pa marrë parasysh rreziqet e dukshme. Kjo është një tradhti e drejtë ndaj popullit dhe një tregues i qartë se korrupsioni në Maqedoninë e Veriut nuk është thjesht një problem i vogël, por një kancer që po i çon njerëzit në vdekje. Dështimi i inspektimeve dhe kontrollit. Një nga pyetjet më të rëndësishme që lind pas kësaj tragjedie është, ku ishin inspektorët? Një klub i tillë, i cili operonte pa licencë dhe pa dokumentacionin e duhur, duhet të kishte qenë i mbyllur shumë kohë më parë. Megjithatë, duket se askush nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për të parandaluar këtë katastrofë. Kjo tregon një dështim të rëndë të sistemit të inspektimit dhe kontrollit, i cili është i detyruar të mbikëqyrë dhe të zbatojë ligjet. Në vend që të jenë roja e sigurisë publike, institucionet kanë bërë sy të verbër ndaj shkeljeve të dukshme. Përgjegjësia e qeverisë dhe zyrtarëve. Kryetari i komunës së Koçanit, Ljupço Papazov, ka dhënë dorëheqjen një ditë pas tragjedisë. Megjithse ky është një hap i drejtë, ai nuk është i mjaftueshëm. Dorëheqja e një zyrtari nuk mund të shlyejë jetët e humbura dhe vuajtjet e qindra njerëzve. Përgjegjësia duhet të shtrihet në të gjithë zinxhirin e komandës, duke përfshirë zyrtarët e lartë që kanë lejuar që kjo situatë të ndodhë. Kryeministri Mickoski ka premtuar se përgjegjësit do të përballen me drejtësinë, por fjalët nuk mjaftojnë. Qeveria duhet të marrë masa konkrete për të garantuar që të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë tragjedi të ndëshkohen sipas ligjit. Mungesa e ndërgjegjes dhe empatisë. Një aspekt tjetër shokues i kësaj ngjarje është mungesa e ndërgjegjes dhe empatisë nga ana e disa zyrtarëve. Ndërsa familjet e viktimave po mbajnë zi dhe po përballen me humbjet e tyre të paharuara, disa zyrtarë duket se janë më të shqetësuar për të mbrojtur veten dhe pozitat e tyre sesa për të ofruar ndihmë dhe drejtësi. Kjo mungesë e empatisë është një tregues tjetër i shtrembërimit të vlerave në institucionet e vendit. Konkluzion, kërkohet një reformë e thellë. Tragjedia në Koçan nuk është thjesht një aksident i izoluar, por një pasojë e drejtpërdrejtë e korrupsionit, neglizhencës dhe mosrespektimit të ligjeve. Qeveria dhe institucionet e Maqedonisë së Veriut duhet të marrin përgjegjësinë e plotë për këtë katastrofë dhe të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të parandaluar ngjarje të tilla në të ardhmen. Kjo përfshin një reformë të thellë të sistemit të inspektimit, një luftë të ashpër kundër korrupsionit dhe një përpjekje për të rivendosur besimin e qytetarëve në institucionet e tyre. Familjet e viktimave dhe të lënduarit meritojnë drejtësi dhe përgjigje. Jetët e humbura nuk mund të kthehen, por mund të ndërmarrim masa për të garantuar që një tragjedi e tillë të mos përsëritet kurrë. Koha për fjalë dhe premtime boshe ka mbaruar. Tani është koha për veprime konkrete dhe përgjegjësi.